Ishin takim me përfaqësuesit e Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian. Një pjesë kolegëve janë komision dhe do bashkohen rrugës. Fillimisht ja kaloj fjalën kryetarit të partisë, Zoti Berisha, pastaj fillojmë mbledhjen për çështjet që kemi në rendite. Doktor. Mirdita. Situata, gjendja në Shqipëri po bëhet çdo ditë dhe më e rrezikshme. Edi Rama po sillet si lop e çmendur. Po të marrë hua një term nga veterinaria, nuk mund të ketë kualifikim tjetër. Në një sfidë të hapur të kushtetutës së vendit, në një sfidë të hapur të ligjeve, kodeve të vendit, AY vendos në vend të zbatimit të tyre, në vend të zbatimit të kërkesës të bazuar të prokurorisë speciale, vendos krijimin e barierave speciale për mbrojtjen e vetës tij. Vendos të tejkaloj kushtetutën nëpërmjet ligjeve personale, krijimin e mburojave në mënyrë që AY dhe organizata kriminale që kryeson të vazhdoj plaçkën, grabitjen, plaçkitjen e shqiptarëve pa asnjë llogari para ligjit. Ju do thoni pse unë them lop e çmendur. Them sepse humbet ka degraduar psiqikisht në mënyrë totale të dashur qytetar dhe qytetare. Në amandamentin që ka sjell për mbrojtjen e vetës tij, për të korruptuar me ligj gjykatësit kushtetues, ka përfshi dhe ata në mburojnë e turpit ligjore ndaj anullimit, ndaj pezullimit nga detyra. Po duhet të jesh lop e çmendur. Të mos lexosh kushtetutën e cila në mënyrë taksative përcakton se gjykatësi kushtetues pezullohet. Pra, kushtetuta për gjykatësin kushtetues ka përcaktuar pezullimin, çka do të thotë se gjithçka tjetër për të ngjashëm përfshi presidentin e Republikës, që nuk është i zgjedhur nga populli, është i pezullueshëm për kushtetutën. Kushtetuta në frymën e saj dhe ligji në zbërthim të kushtetutës nuk pranon pezullimin e të zgjedhurve direkt nga sovrani. Pra, çfarë bën kushtetuta? Pse ligji ndalon këtë?
sepse ligji i referohet frymës së rënenit sovranitetit kushtetues. Sovranitetit që buron nga populli, i zgjedhur nga populli, nuk pezullohet. Kryeministri pezullohet, sepse nuk zgjidhet nga populli. Atyre që mund të thonë, jo u them, ka kryeministra që zgjidhen direkt nga populli. Po, ai ka emrin, kur bëhen zgjedhje, kryeministri votohet si kryeministër. Janë direkt të zgjedhur nga populli, dhe janë jo një po disa në botë. Kurse ky është i zgjedhur nga presidenti, është se në fund dekret e ka presidenti. S'ka asnjë mburoj nga pezullimi. Ky po shkel kushtetutën. Pra thash dhe njëherë, se duhet t'jesh si ai që të mos lexosh kushtetutën. Të përfshish çfarë tregon kjo. Kjo tregon se ai me çdo kush don të korruptoj gjykatësit kushtetues, të cilët s'mund ta pranojnë kurrë një nen të tillë. Po si mund të pranojë gjykatësi kushtetues një nen të tillë kur kushtetuta thot pezullohet? Ishin të panërgjegjshëm, pa karakter. 4 gjykatësit që nuk votuan së bashku me tjerë në favor të masës së spakut për Lubi Ballukun. Imagjinoni ju Fionën, Papajorgjin, një ekstremiste ekstreme. Ta pyesun atë, zonjë, kur kushtetuta të pezullon ty, që je në hierarkinë më të lartë të këtij shteti. Na thuj pak, thuj shqiptare, pse nuk pezullohet Lubi Balluku, apo ka paguar? Dhe sa të ka paguar, ty dhe atë tjerë tjerë me radha, më tope, apo i Sandër Besi me kompani. Shikoni çfarë turpësh ka, dhe tani ky për të shtuar ligjin, se e din që ky ligj s'qëndron, ky është vetëm një njerëz që ai mund të marrë një nisëm të tillë. Tani thot po përfshi dhe ju. Dhe me mercenar të llojit Papajorgji apo Beci beson se do mund ta bëj të përtypshëm ligjin. Këta s'kan ligj as moral. Kodi i tyre politik është vetëm hajnia, vjedhja dhe vetëm vjedhja. Që në momentin kur kushtetuta thot se gjykatësi kushtetues pezullohet nga detyra, kushtetuta, libri themelor i shtetit, i ka dhënë legjitimitet masës së pezullimit, pavarësisht nga dega e pushtetit, përveç se kur ai buron direkt nga populli.